Banorët e fshatit Kuq në njësinë administrative Gurisi bën thirrje drejtuesve të OSH në Shkodër të ndërhyjnë për fuqizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas tyre, rrjeti aktual është i degraduar dhe nuk përballon ngarkesat as në këtë periudhë të vitit e jo më gjatë dimrit. Ata theksojnë se defektet janë të shumta pasi rrjeti elektrik në këtë zonë është ende ai i para viteve 90, ndërkohë që kërkesat për energji janë shumë fishuar. Sistemi i shpërndarjes së energjisë elektrike në këtë fshat është mbi ngarkuar për shkak të lidhjeve të shumta të kryera gjatë 3 dekadave të fundit. Madje disa nga shtyllat elektrike janë përkulur dhe deformuar anës rrugës, duke përbërë një rrezik real për aksidente tragjike. Situata sot për sot sot që nuk ka fshina, s'ka fortuna, s'ka kurrë, veç marrë me pa këtu. Në lagjen tjene unë e kish zotnia dhe më poshtë, nuk kena drejtën mes me pa njëri tjetrin se ku jena dhomë. Asnjë lloj pajisje nuk punon. Po së morin masa për shembull, duhet me vuk atë kaçarrelin që i thonë nëse për ndryshe këtu, një herë me frë, drita tu s'ka. Kur bin shinë në milion. Rreti amortizuar që me pa vetë rreti amortizuar edhe është i marrum. I marrum kret. 40 vjet nuk ka zhvu dorë. 40 vjet, vetëm çka kena riparu vetë. Po të tel e kena edhe ble vetë telet e kena vënë edhe kena me shmerrullu. Para 2 ditë kena pa tan ditën nër për dritë, tan ditën për dritët, se s'ashtu. 120 nuk punon asnjë lloj pajisjet. Jena tonë me rritsa 550, tu djeg frigorifera, snezën llampat, nuk ka gjë më kritike për problemin. Të duhet një kaçorrel që vjen edhe energjia plot, edhe nuk ka probleme me harxhimin që mund të bëhet, se ka gjithçfarë lloj mënyrash, që ai eliminon tana. Koha mirë i ta ditë me ndaj tërë. Se modimit nuk godzën veç fikën dritat në sekund. Prandaj që me pas mundësi me na zgjidhë këtë problem, kaçorrelia kryesori, që eliminon tana edhe defektet, edhe vjen korrenti i plot. Fshati që ndodhet vetëm pak kilometër në lindje të lumit Kir dhe qytetit të Shkodrës përbëhet nga qindra familje. Banorët theksojnë se i kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë rregullisht detyrimet për energjinë elektrike, ndaj takon OSH-s të përmbush detyrimet e saj, duke fuqizuar rrjetin e shpërndarjes në këtë zonë.